Horoskopi editor e hënë 20 tetor 2025. Dashi, ditë shumë e këndshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do i kuptoni më së miri kërkesat e partnerit tuaj dhe do mundoni që t'ia plotësoni dëshirat njëri tjetrit. Beqarët do tregohen të rezervuar dhe nuk do pranojnë çdo lloj ftese që do ju bëhet. Në planin financiar nuk është koha të ndërmerrni rreziqe. Mundoni t'i kufizoni pak shpenzimet. Demi, do jeni mjaft sensual gjatë kësaj dite dhe partneri do është parë sërish në ndjenje, sikur të ishit në fillimet e lidhjes. Gjithçka do ecë më parë, edhe beqarët do kenë një ditë pozitive dhe mjaft emocionuese. Takimet do jenë mbretëlënëse, financat do jenë shumë delikate, madje për disa katastrofike. Bëni kujdes, sepse mund të mos arrini as të kryeni shpenzimet e duhura. Binjakët, sektori i dashurisë do vazhdojë të jetë i privilegjuar edhe gjatë kësaj dite. Do kisni hapur për gjithçka me partnerin dhe do bashkëpunoni pafund. Beqarët do jenë disi më të rezervuar dhe nuk do ekspozohen shumë. Mos prisni që dashuria t'ju bjerë nga qielli. Financat do jenë shumë të paqëndrueshme. Nuk është as pak momenti të bëni çmenduri apo të jepni kura. Gaporja, do keni shumë pikë pyetje sot në jetën tuaj sentimentale. Por pasi t'i sqaroni një herë mirë gjërat, do marrni një tjetër drejtim. Do i kuptoni gabimin që keni bërë dhe do kërkoni të drejtë. Beqarët do japin shumë rëndësi miqve dhe nuk do mendojnë për jetën sentimentale. Në planin financiar, do kërkoni çdo lloj mënyre që ta përmirësoni situatën, po vështirë se do ja dilni. Luani, do kujdeseni edhe për detajet më të vogla gjatë kësaj dite, në mënyrë që marrëdhënia me partnerin ta ecë sa më mirë. Ai do ndihet i lumtur kur ju të dashuroni plot pasion. Beqarët, jo vetëm që do kenë takime, por do mund të nisin edhe histori dashurie drejtëruese. Financiarisht do ndiheni më mirë se kohët e fundit. Kjo fal maturisë që keni treguar. Virgjëresha, mos bini pre të rutinës në çift, por gjeni çdo lloj mënyre për të bërë ndryshime dhe për ta rikthyer harmoninë dhe alegorinë. Beqarët do kenë sërish një ditë të zakonshme dhe pas gjë të veçantë. Nuk ka ardhur ende dita juaj me fat. Financat do jenë disi më të mira, megjithatë nuk duhen bërë akoma shpenzime të pamenduara mirë. Shmangni problemet. Peshorja, Urani do krijojë një atmosferë elektrizuese sot në jetën tuaj në çift. Do lini veten të lirë dhe do dashuroni ashtu si do ta ndjeni pa menduar për gjë tjetër. Beqarët ka shumë mundësi të kenë dashuri me shikim të parë dhe gjithë jeta do ju ndryshojë për pak çaste. Në planin financiar, mundoni të përballeni sa më shpejt në problemet që do ju dalin. Akrepi, mos i jepni partnerit cilësitë që nuk i ka, sepse atij do rritet shumë mendja. Bëjini komplimente, por me kursim. Beqarët nuk duhet të besojnë shumë personave të cilat kanë shumë afër. Ata që veprojnë më shumë se sa flasin, janë më të mirët. Me financat, mos spekuloni, sepse situata mund të bëhet të jetë problematike. Shigjetari do jenë të pozicionuar më së miri sot në planin sentimental. Do jeni të gatshëm të bëni gjithçka që thot partneri, me qëllim që të kaloni çaste sa më të këndshme. Beqarët do kenë shumë fat në dashuri dhe do e fillojnë lidhjen pasionante që kishin menduar. Në planin financiar, duhet të vërtetoni me kujdes gjendjen në të cilën ndodheni para se të kryeni çdo lloj shpenzimi. Mirëqapi, do jeni shumë kritik ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe asgjë nuk ka për të shkuar si e kishit menduar. Debatet mund të jenë edhe më të zjarrta nga sa ishit mësuar. Beqarët do fiksohen pasi personit të cilin në fëmijëri e kanë tallur dhe e kanë neglizhuar. Financat me zor do i mbani të qëndrueshme. Megjithatë, falë ndihmës së miqve do ja dilni mban. Ujori, bëni kujdes nga Neptuni gjatë kësaj dite, sepse ai sjell zakonisht probleme dhe konflikte në çift. Luani gjatë gjithë kohës qetësinë. Beqarët ka shumë mundësi të pëlqejnë tej masë një koleg, por nuk do kenë guximin dhe kurajin t'ia shprehin ndjenjat. Financat do jenë të mira. Shpenzoni për gjërat më të domosdoshme, nëse nuk doni të keni vështirësi e probleme. Peshqit, komunikimi në çift nuk do jetë aq i mirë si më parë, dhe kjo mund të sjellë disa mosmarrëveshje. Mos u tregoni kokfort dhe pranojini gabimet. Beqarët do dalin e do argëtohen pafund me miq dhe të afërm të fytyrës të fundit. Po sërish nuk do e gjejnë personin e përshtatshëm. Nuk duhet absolutisht të nxitohen. Në planin financiar, duhet në patjetër të bëni ekonomi.